mendojmë që do të ishte e rëndësishme është që spaku edukimi medial të futet që nga shkolla fillore, domethënë, që nga ndoshta klasa e 5-6 që të jetë lëndë obligative, jo lëndë zgjedhore, po të jetë lëndë obligative, sepse kjo do t'i pariste nxënësit me të mendurit kritik, do t'i pariste me aspektin e verifikimit të fakteve, edhe nuk do të veheshin lajthitje prej blogerëve dhe influencerëve që ata janë pothuajse në baza ditore të ndikuar prej tyre, sepse të rrit në bazë të matjeve dikon 14% e të rive në Kosovë informohen përmes TikTokut. Ndërsa Facebooku, si rrjet social, është më i preferuar në Kosovë, dikon në më duket 84% në bazë të matjeve të fundit. Kjo nënkupton që domethënë të rit janë shumë të ekspozuar ndaj informatave të cilat shpeshherë janë të pa verifikueshme, mos me thonë në 90% të rasteve. Edhe kjo do t'ju mundson të atyne që me të vërtet të bëjnë dallimin se kush është influencer dhe cili është roli i tyre.